Familjarët e Gjestit nuk e pranojnë martesën me Eglin. Zjati vetëm pak orë dhe shifti sa po martuar Egli Gjesti, ja çfarë ndodhi me Unazën. Pas gjithë emocioneve të bukura që shoqëruan dasmën e shumë përfolur të Gjestit dhe Eglit, një situatë e papritur po komentohet jashtë shtëpisë së Big Brother VIP. Ndryshe nga profili në Instagram i Eglit, i cili u mbush me momente nga ceremonia, profili i Gjestit që menaxhohet nga të afërmit e tij nuk ka shpërndar as edhe një moment nga kjo dasëm. Madje nuk ka as foto e video të mëparshme të shiftit të publikuar, duke ngritur aludime në rrjet se familjarët e Gjestit nuk janë as pak dakord në lidhjen e re me Eglin. Kjo është një shenjë mospëlqimi apo thjesht një zgjedhje për të ruajtur privatësinë nuk dihet. Pasi edhe falcat e kanë pyetur shumë në postimin e fundit se çfarë po ndodh me Instagramin e Gjestit, e duket se në të njëjtën linjë ka qenë edhe vetë Gjesti, i cili edhe pse vetëm dita e parë të sapo martuar nuk ka vonuar shumë që tensionet të ndizeshin. Teksa bisedonin për gjumin dhe punët e shtëpisë, Egli vuri re se Gjesti kishte hequr Unazën e martesës, një detaj që nuk i pëlqeu as pak. Teksa Gjesti u shpreh, nuk mbaj unaz kurrë, as i martua as me grua, unaz plastike, po martese jo, duhet të më njohësh tipin. Teksa Egli nuk e mori as pak me sportivitet, duke i thënë, dakord se ta kam njohur surratin, po me mos e mbajt as 24 orë më duket çudi, je i paftyr, ja ktheu ajo e mërzitur me veprimin e tij, teksa në shenjë proteste, edhe ajo ka vendosur ta heqë Unazën përfundimisht. Nuk dihet se ç'do të ndodhë me shiftin, teksa shumë nga komentet kanë qenë me shaka se i ka zënë syri i keq.